momenti kur në tryezën e Këshillit të Europës të vendoset edhe emri Albania për kryeministrin Edi Rama është pavarësia e dytë e Shqipërisë. Në bashkëbisedimin e radhës me komentuesit në rubrikën Sy-m-sy, kreu i qeverisë u fokusua tek procesi i integrimit në Bashkimin Evropian, duke kërkuar votën me 11 maj për t'i dhënë fund poshtërimit të Shqipërisë dhe për ta ulur atë si të barabartë mes të barabartëve. Shigjetimet nuk i la për kreun e opozitës Sali Berisha, për të cilin tha se me ta në krye Shqipëria do të përfundojë në kënet. Mua do më duhet të rridhe pak, dakord? Të rridhe pak, sepse duhet ta përmbush dhe ta përmbushim këtë mision. Nuk mund të luaj me fatin, mund të fusin Shqipërinë në Bashkimin Evropian vetëm me këtë forcë politike dhe me asnjë tjetër, se të tjerat nuk janë forca politike. Të tjerat nuk janë forca politike, të tjerat janë çeta, të tjerat janë grumbullime njerëzish, të tjerat janë shfryrje ambiciesh ose shfryrje inatësh. Nuk janë inatet programe, nuk janë mllefet programe, nuk janë luftrat personale programe, nuk të çojnë asgjë kundi, nga ato janë bërë historikisht çorap shqiptarët. Zgjedhja që ke në 11 maj është midis BE-s dhe Kënetës, shumë e thjeshtë. O me ne në BE, o me bufin në Kënet. Me bufin në Kënet e ketë sigur që je me humsat, e ketë sigur që s'ke asnjë satisfaksion, po mbi të gjitha me bufin në Kënet do ish në borxh me veten si shqiptar, do ish në borxh me familjen tënde, do ish në borxh me nipat e me mbesa, nëse ke nipa me mbesa akoma, do ish në borxh me prindit e tu. E di pse? Sepse të gjithë atyre ju duhet Shqipëria në BE. Kryeministri Edi Rama u pyet nga komentuesit për marrëdhënien me Amerikën dhe Sorosin. Rama u kujtoi ndjekësve se kur Donald Trump fitoi mandatin e parë presidencial, Këneta u çua në kuvend dhe i kërkoi që të ikte vetë, ose Trump do ta merrte zvarr. Rama tha se e kanë harruar si vazhdoi historia, pasi Këneta u ka marrë peng trurin. O të moshat ligat unë ty, po me Goni Gali, Sorosi, Yuri Kimi, Sinaloa, ty të paska bo Këneta, të paska më shtjell komplet e di si janë më shtjell në ato vemjet, kështu të paska më shtjell Këneta ty, vlla, po s'duhet t'jesh as njeri real se shof, duhet t'jesh nga ato profilet false të Kënetës, vazhdo, s'ka asnjë problem. Mëtej kryeministri Rama tha se mazhoranca ka qëllim vetëm antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ose siç e quajti ai ndryshe, ngritjen e dytë të flamurit shqiptar. Ai u shpreh se opozita dhe bufi i Kënetës i ka lënë dhe do i lëjë në borxhe shqiptarët. Ndaj antarësimi në Bashkimin Evropian sjell më shumë zhvillim, investime dhe projekte.